kuku për mu shkufima veç vetë në Dubrovë. Jo, i noni ka motrat me veti. A i ka thonë motrat me të kuptim që kënë nga motrat Mustafa, muzike, na vëdin. Kur ajo kurir dhe tha, po mirë kishe bo, thash pse, tha që i kishe marrë motrat të të. Bo, pritëm që të në qebaktore, veç këme i 2 minuta në gjykat, ishte udhëtimit i fundit me ta. Atë shumë kujdes ajo për musa që ka ndodhë gjatë ditës, edhe djemët, edhe kunati, edhe burri, edhe kritë kemi dalë me vetura. Po deri sa ku mardhon, ajo ka një dritare. Amriti, po shkon largë, edhe kur vesha the ke u shlirova. Po pse i non thesha, s'po preokuposh për ta tjetë, jo, theke këta burra janë ndryshe din ka kerët nana. E kom një sert, mu pëlqen shumë, muzika popullore më pëlqen jashtë mose. Qa ta e pas ke qife dhe dashma për më duke? Shumë, e kam shëritën, më pëlqen shumë vokali, muzikori, motra Mustafa shumë. Edhe një moment, unë atër me CD ka qenë edhe kisha me shku në Dubravë. S'kishte ko kërkush me ardhë me mu, sepse në rrugët e gjata zakonisht shkojmë me hagime, në shpytë dhe brastir edhe shkojmë, edhe krym punë, edhe hajmë një drekë, edhe shetisim bashkë. Edhe jem shku vetë në Dubravë. Dubrava shumë largë, me pasë burgosurit shumë largë Dubrava. Edhe ajo ka thonë kuku për mu shkufima veç vetë në Dubravë. Edhe ky djali jam i madhe, shakagjia ka bu. Jo, i noni ka motrat me veti. A i ka thonë motrat me të kuptim që kënë nga motrat Mustafa, muzike, na vëdin. Kur ajo kurir dhe tha, po mirë kishe bo, thash pse, tha që i kishe marrë motrat të të. Jo, i noni, thash vas drenim ka thonë për motrat Mustafa. Edhe ka ndodhë shpërsherë, për shamë ku pas më shkum Prizren, e kum pas një gjykim të shkurt, edhe i ku marrë vjerrin me veti, i kum lanë dikon me një qebaktore, me një embelstiore, me një krejt, edhe rreshin aty, ka pi cigare vjera, edhe thesha lanë shumë shkurt e kam. Po jo që i kem që u knaqëm për shumë. E vjerin, njëherë, e mora në Mitrovic. Vjera nuk di, nuk jo bo më ardhë, edhe tu këthy, i përmenin do që babat mirë në vushtëri, edhe kjo shoqe e më gjurësimi jam të regoj, kisha punë edhe aty diqka edhe qove thash, bab, pritëm që të në qebaktore, veç këme i 2 minuta në gjykat, po qaq brej, 84 vjetë ka vdek vjere, ishte udhëtimit i fundit me ta, qaq u knaq, edhe ma di kënë shik edhe ke kursi më konë, Mitrovice dhe në vushtëri. Qaq ishte me njës, abden, dhe ke kursi më konë. Pra ndaj edhe fmite me në rritani me dashuri shumë, se unë mendoj që fmija që rriten pranë gjyshërve, rriten ma të sigurt, buon ma dashur me rrithin, janë më komunikativ, sepse dashuria më pakosht në këtë botë është dashuria gjyshit për nipa dhe mbisa. Për shumë tema kom që ka të foli. Po, a përvrin që vish për nalë apos nga edhe nuk po bëja as pyetje, po t'la me fol.